Këtu është horoskopi e 8 maj 2025. Përshëndetje dhe mirë se vini në kanalin Horoskopi i Fationit. Dashi. Tregimet e panevojshme nuk do të konfirmohen. Pak nga gjithçka ka ndodhur në vendin e punës, mos i besoni askujt. Demi. Situata është e vlefshme për ata që kanë punën e tyre. Dita në përgjithësi është interesante, por organizimi i gjërave nuk është i lehtë. Kini kujdes nëse duhet të largoheni ose të planifikoni një takim. Binjaket. Dashuria mund të vihet në dyshim në ditët në vijim. Në fushën e punës, mbase jeni pak bujar, duhet të bëni më pak dhe të kërkoni më shumë. Sot ju dukeni disi të lodhur dhe nuk mund të bëni gjithçka. Gaforja. Një ditë me forcë të madhe dhe mbi të gjitha kjo është koha e duhur për të pohuar veten, për të parë përreth. Dashuria dhe zhurma e mirë në punë janë kthyer, në këtë moment loja është përsëri në duart tuaja. Luani. Dashuritë e rëndësishme realizohen në kontekstin e punës, mos u përpiqni të ngjitni copat e thyra në të kaluarën, do të duken nyje. Sot mund të merreni me pothuajse gjithçka. Virgjeresha. Punë të reja dhe fitime të reja po vijnë. Tërheqja për peshqit dhe bricjapin. Peshorja. Ju duhet të ndiheni mirë në këtë ditë. Martesa dhe bashkëjetesa të favorizuara, kreativiteti. Akrepi. Është një ditë pozitive, dinamike. Rrimë këmbje, mos u përmbaj. Shigjetari. Çifte që janë të martuar ose kanë përgjegjësi, sot mund të debatojnë për një arsye vërtet të parëndësishme. Mundohuni të qëndroni të qetë, konsultohuni me një njeri ekspert nëse ka ndonjë problem në lidhje me punën. Bricjapi. Do të mund të realizoni një projekt të favorshëm së bashku me një njeri që ju pëlqen dhe në një çift ka më pak arsye për konflikt. Njoftime. Ujori. Është koha e duhur për të prerë marrëdhëniet e panevojshme. Dashuria mund të japë më shumë perspektivë, ata që janë në çift bëjnë plane të mëdha, të tjerët shikojnë përreth. Peshqit. Sot ju jeni protagonisti absolut. Iftet e forta mendojnë për një martesë. Nëse nuk doni të humbisni horoskopin, regjistrohuni në kanalin dhe aktivizoni njoftimet. Ditën e mire.